Miqtë e emisioni Foli ju përshëndes nga Fushkryja. Jam në unazën e Fushkryes ku po zhvillohet një protest. Nuk është e para dhe as e fundit. Shikoni pas krave të mi një rrugë skandaloze. Nuk e di nëse mund gjendet në Afrikë një rrugë e tillë, ku kalojnë paktën mbi 2000 kamiona tonazhit dhe gjithë banorët e Luzit. Këtu, në këtë rrugë, nuk dihet se kur është vënë dorë për herë të fundit. Por është një rrugë nacionale, një rrugë që kërkon vëmendje sepse vetëm prodhimi që transportojnë këta kamiona e shpërblen këtë rrugë që të bëhet autostradë, jo thjesht një rrugë për të çuar në Fushkryj, për të çuar tek Gurore, për të çuar tek ekonomitë prodhuese që ka kjo zonë. Banorët kanë dalë në këtë protestë ku paralajmërojnë se do të ketë përshkallëzim, sepse nuk po vihet dorë, po nuk po vihet dorë fare. Banor, faleminderit. Faleminderit që jeni me mua sot. Si të quajnë? Artur Kola. Artur, ç'a po ndodh këtu? Ç'a punon të ishe vetë ç'a punon të ç'a skalot. Mbaj pa kafe. Nuk të skalot edhe më kam, jo me kamiona. Kështu ka qenë gjithmonë kjo situatë? Jo, më ka një i vjetë. Që është bërë në këtë deregje? Po edhe s'po ve kush dorë. Së di që të bënë, to të me ngejtë herën tjetë protest, prapë dhe sot, po s'po vjes një këtu me në doqë. Pra nuk vjen kush fare, as kryetar bashkia, as... Nuk bëhet fjallë, ja. Me bo një marrveshjen e gjonë. Nuk ka dhe, marrë me pa ose do vazhdojmë, do argullojmë, ose do hish, s'ka pyet kush. Për sa gjatësi rrugë? Sa është një kilometër, sa shmo. Për 1 kilometër e kanë lënë këtë rrugë? Këtu ka lënë 2000 kamiona më ditë. 2000 kamion. Po që dhe lesë sa është bloku sot, po 2000 po, s'ka që ke rrugë, është këtë Gurore, fabrikët tu ka lënë. Këtu vjen dhe shkolla. Po këtu edhe shkolla që vetë, e shiko vetë. Kalamet e shkollës, ku do ka lënë kalamet e shkollës, ka këtu si se rrugë. Asë mbi kalim, asë që. Ku keni trokitur përveç se protestës? Ku keni shkuar? Keni shkuar bashkisë? Por i keni shkuar bashkisë të gjitha, por... Qa thot kryetari bashkisë? Qa thule s'ka stipush as shpjegim as jo, por qa... Sepse bashkia merr nga renta minerare, merr përqindje, merr taksat e këtyre kompanive. Po, normal, po. Edhe ka minimumi detyrimin për të shtruar, apo jo? Normal, po. Nuk di qa... Nuk vjet. Nuk vjet. Edhe këtu mes Fushkryes, qendër mo, s'ka më afër, nuk jena më e të malit. Nuk ti ke rrugë katastrofe, po. Një rrugë që nuk e di të skalohet, që me ka lëdhe më kam të rëzosh. Të merr ishe, edhe makina jonë, u fuste, sikur me qenë... Edhe kamion kur kalen, thojnë, në zërë kalen, i kënë sa ka të lujtë më kamionë, jo morë makinët e vogë. Tu hase, tu balë, lujtë, tu mirë se është balë, po edhe tu këtë tha, tu pluni, tu më fëtë. Po, këtë duhet të bëja pyetje, si bëhet kur bie shi këtu? Se ti nuk e shikon gropën, ti nuk di ku hynë, kur... Pa të vetëm kur ngeli shmrejnë, qa, në kushimin. Ka pas, le të themi, dëmtimet automjeteve mbetje në rrugë? Që sa më spyet për së të kartë, dhe gomë, gjitha më, defekte sa dush. Ku është kryeplaku? Është kryeplaku këtu? Apo jo? S'na ka ardhur kryeplaku. Po ai du t'ishe këtu me ju sot. Po do t'ishte po më vaci. Kryetari njësisë administrative. Du t'ishin të gjithë këtu. Gjithë partia ata, si i hek prej punë me dalë. Po që rrok marri shmerë kryeplaku. Ne s'po dalim punë partisë, po dalim. Po partitë puna për rrugën e të merrim asetet gamër, do rrugën, set gamër, as i zot, i po makinat top. Ti vetë çfarë automjeti ke? Po makinë vogël ka për skalodë. Ku kalos? Bot fjatu ecë, se me qenë s'ka ujë, me qenë ujë nuk shivet. Nuk shivet pa, i s'merë fare pastaj. Kur ngelish... E kuptoj. Shumë keq, nuk e di qa bojë, të së disë. Sa ere bën këtë rrugë në ditë? Po qa pëtë? Më s'pët më që 20 herë, 30 herë. Ke rrugë, ka rrugë tjetër apo du t'i bish larga ndaj? Do dalsh më lash. T'i bish si Magellani, këtu. Po që ako me dalë, s'ka... Do hiksh për shkuj, do të bëjt bish 3 kilometra me shku me dalë. Po mima, kur u vinë t'u marrin votën, këta që janë qeveria, ata që ishin. Ore, nuk e thoni shikoni rrugën. A do e bëjmë thonë dhe? A, do e bëjmë? Po, shkede. Me do të, gjithmonë. Asnjëherë nuk thonë jashtë. Se bëjmë, ako do ta bëjmë, po s'bën gjë. Shumë keq, nuk e di sa bunë. Faleminderit. Ne do rrim prapë të Faleminderit.